Nderuar kryetore, të nderuar deputet, në votim kanë marrë pjesë 109 deputet, të pavlefshëm janë 2 flet votimi, Bashkim Hyseni ka 95 vota, Ilia Vitia Baraktari ka 7 vota, ndërsa në pjesën e dytë të komunitetet, në votim kanë marrë pjesë 109 deputet, kanë marrë pjesë 9 deputet nga Pakicat, të pavlefshëm janë 2, Milena Gjereq ka marrë 35 vota, Zorica Petković i ka marrë 4 vota, Ivana Milenković 87 vota, Boban Aleksić 57 vota. Do thot Milena Gjereq ka marrë 35 vota, ndërsa ka marrë 8 vota nga deputetet e komunitetit serb, Zorana Petković ka fitu 4 vota, ndërsa nga deputetet e komunitetit serb e ka marrë 0 vota, Ivana Milenković ka marrë 87 vota, nga votat e komunitetit serb ka marrë 9 vota, Boban Aleksić ka marrë 57 vota, kurse nga votat e deputetëve serb ka marrë vetëm 1 vot. Atëherë, në bazë të raportit të komisionit votues, Zoti Bashkim Hyseni zgjedhet antari i Këshillit Gjyqësor të Kosovës sipas nenit 108 paragrafi 6 në paragrafi 2 të Kushtetutës me mandat 5 vjeçar. Zonja Ivana Milenković zgjedhet antare e Këshillit Gjyqësor të Kosovës sipas nenit 108 paragrafi 6 në paragrafi 3 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës me mandat 5 vjeçar. Me këtë rast, për pozitën e lirë, për pozitën që vjen një përfaqësues pra nga radhët e komunitetit serb, shpallet konkursi sërish, pra përsëritet konkursi, me këtë e konsideroj edhe këtë pikë të përfunduar. Faleminderit.